Live from Tirana në Top Albania Radio. Në këtë moment, edhe siç u lajmëruam në krye të herës, do të bëjmë tashmë një bisedë shumë interesante me një djalë shumë interesant, me një temë që flitet shpesh në përditshmëri, në kafene, në punë, kudo. Është kryesisht tema e preferuar e gjinisë mashkullore, por kam përshtypjen duke qenë se kohët e fundit makina për shqiptarët në botë ka qenë nuk është më ndasi gjinie që i përket vetëm meshkujve. Shumë zonja dhe zonjusha janë në përdorimin e tyre. Janë të zonja për t'i dhënë mirë dhe të gjitha me radhë. Kam shumë që është një bisedë që do t'interesoj shumë. Kam ftuar një djalë në program që e spikata në platforma sociale, shumë viral, shumë interesant për mënyrën se i prezanton makinat. Elti Qiba, mirë se vjen në Live from Tirana. Përshëndetje. Si je ti? Mirë, si jeni ju? Mashallah, jemi shumë mirë. Kjo është një zonë tjetër këtu në studio, jo aq komforte sa ajo në garazhin tënd ku ti shet makina apo jo? Patjetër. Tani, ke krijuar një garazh apo jo që kështu quhet në këtë botë moderne, Qiba Garazh, që flet për, ose më saktë bën ndërmjetësimin, në mos gaboj, më korrigjon nëse jam gabim, ndërmjetësimin midis shitësit të makinave dhe blerësit, apo jo? Tani, Supozohet, ke një makinë për të qitë? Dhe se të ke Qiba Garazh. Edhe e shet shumë shpejt. E shet shumë shpejt, do të sqarojmë këto se sa shpejt e shet e të gjitha me radhë, se jam shumë kurioz në fakt, por çfarë është Qiba Garazh dhe pse ja vendose emrin Qiba Garazh? Qiba Garazh merret me shitjen e automjeteve. Supozohet ke një automjet për të qit, më telefonon ose vjen ke garazhi, reklamojmë makinën dhe e shesin. Si të lindi si ide, se është një pyetje që e dëgjojmë shpesh në fakt, por realisht këtu flen se duket sikur është një profesion i kohrave moderne, pra ndërmjetësimi i produkteve, por këtë gjën e bën online. Si të lindi si ide? Ti sa vjeç je njëherë? Unë jam 25 vjeç. 25 vjeç. Kjo është puna jote e parë në këtë fush? Shiko, unë nuk dola nga hiçi këtu. Jam marrë me tregtimin e makinave koreane para makina koreane. Para 3-4 viteve. Bëhet fjalë ku ka qenë tregu i freskët, jo si tani që janë fut në mas. Kështu. Asa kohë ti shisje, pra ishe vetë personi që i merre dhe i shisje makina, pra nuk ishe. I merre nga Korea dhe i shisje këtu në Tiranë. Është vështirë për të marrë makina nga Korea dhe për t'i shitur? 2026 është gjë më e lehtë. Seriozisht? Online të gjitha? Po. Kontakto direkt, ke ndërmjetësa këtu shqiptar, mund të kontaktosh dhe me koreanin direkt në Kore. Për sa vite e bëre këtë gjën? E kam bërë rreth 3 vite rresht, jam marrë me shitje si fillim, pastaj me makina me qera. Okay, jepja makina me qera ditore. Pse e le? Pse e hoqë dorë nga shitja e makinave apo nga dhënia me qera atyre? Shikon, në fillim fare edhe fitimi ishte i mirë, sepse ishte treg i freskët. Tani që janë fut mas. Për çfarë viti bëhet fjalë? Bëhet fjalë në 2022-shin, 2022, 2021, 2022. Kështu rreth tyre 2 vite. Rreth 4 vite më parë. Po. Për sa vite e bëre? 2-3 vite. 2-3 vite. Domethënë 2 vitet e para me shitje, vitin e tretë me makina me qera. Ishte treg fitimprurës ose kohë? Shumë. Dhe më pas, të lindi dëshira dhe ideja për të krijuar Qiba Garazh. Pse? Sepse është një treg që unë marr vesh si të thush, nuk është se edhe kur e bëj prezantimin e makinës, nuk është se thjesht e kam si vjerë, si refren. Për një opsion që flas, e di opsionin dhe e flas, nuk është se thjesht e kam vjersh ose refren. Pra, nëse unë vi të them dua të shes këtë makinën time dhe të tregoj gjërat e makinës, pra ti i kupton, pra nuk i thua thjesht për t'i recetuar se thua ti për publikun, pra nuk i ke të memorizuar, i kupton të gjitha. Sa muaj bën që ke krijuar Qiba Garazh? Jemi fut muajin e tretë. Në muajin e tretë. Si po ecën? Si muaj i tretë goxha mirë. Sa njoftime po thuaj se bën në ditë? Po bëjmë 3, 4, 2 deri në 4. Si fillim mendoj që është mirë. Sa kushton të reklamosh një makinë në faqen tënde? Pra nëse unë dua të shes një makinë, them, hey Qiba, dua të shes të Audin tim, sa duhet të paguaj ty, sa shumë ose sa
50 euro në Instagram dhe TikTok. Kaq lirë. Po pse kaq lirë? Apo nuk është lirë për punën tuaj? Nuk mendoj që është lirë. Është çmim normal besoj. I tërheq personat kjo, pra klientët? Është strategji? Pra ti je më shumë te kjo ideja më shumë Po klient. thot çmimi. Po, çmimi patjetër. Po ka dhe që tërheq, ka dhe që sa do ma lesh të funit tuaj. Do të thonë nga 50 euro që kërkon ulje? Po. Po ku duan të çojnë më shumë se 50 euro? E kemi në gjak pazarin. Domethënë, na ka shes- përshtu 5 vite turku. Po shesin makinë mira euro dhe kërkojnë prap ulje të 50 euroshi? Të tmerrshëm fare. Do ma lesh 40? Çfarë i thua ti? Pa hajde, më. S'prishim qef. Nuk vesh qef. Ka shumë persona që shesin makina online ky treg. E ndjen konkurrencën? Shiko, gjithsecili ka riskun e vet. Kështu që s'kam se të ndjej konkurrencë. Çfarë të bën ty të veçantë në ndërmjetësimin e makinave mes blerësit dhe shitësit? Transparenca. Nuk bën kompromis me të vërtetën. Ja. Nëse vjen makina ty ke garazhi im, nëse ka një problem për shembull, supozojmë kambion ose motor, Okej. nuk kam mundimin ta publikoj fare. Pra nuk bën dille të tipit Ja. nëse unë të them ty Elti, makina ime ka probleme me kamin, po ti ma shit këtë gjën se Ja. do t'jap një kafe fjala bie. Jo, s'bët fjalë. Kam shumë kuriozitete, por realisht shumë kuriozitete për punën që bëni nga ai kameramani që ju që bëni këtë punë përmendni, nga se sa të bezdisur ndonjëherë bën ato që telefonojnë, sa ju ngatrojnë, si lidhen gocat, gjenia femërore me këtë punë që bën ti, por të gjitha do mi serosh vetëm pas një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi shpejt në program. Fare, është ora eksakte në këtë moment dhe vazhdojmë të jemi në studio me Elti Qiba. Amo Elti. Përshëndetje Si nga keni Qiba atë? Garage. Ha, ma thuaj çka është e bukur ajo. Po thuaj kështu serioz, që thotë kontenti jot të Instagramit. Përshëndetje nga Qiba Garage. Ti përplas të durë? Po, përplasje çka të duar shumë, se e ato ti kanë komentuar shumë. Përshëndetje nga Qiba Garage. Tani, të merr shumë kohë se kam parë që je kreativ, fut element, fut kafsh, fut zjarr, fut personazhe të ndryshëm. Mundohem. Të merr shumë kohë pra kreativiteti, pra e ke direkt gjën kur dikush ta sjell makinën do ta shesë, thotë zakonisht në dua ta përgjithësi shes shumë shpejt këtë gjën. Në përgjithësi e kam direkt 80% të rasteve. Vjen spontane direkte. Mundohem domethënë të krijoj diçka se që të tërheqë edhe 3 sekondë që në parë që video të marrë viralitet. Ai 3 sekondë që parë shumë i Sa po rëndësishëm. të një video bazike, thjesht njerëzit skip. Cila është video më e shikuar e jote? Kam një video me gjerprin qafë. Me gjarprin. Më ndihmo pak, dua të ndjekim pak atë video, se dua të pyes pak pastaj se ke pasur shumë komente. Mario na vendos me audio dhe video, është sa views ka? Diku afër 800.000, 700.000, Afër 1 milion. E ndjekim pak, e kemi gati dhe e komentojmë pak pastaj. E kemi Speedy në Mario sa bukur. S'ka gjë se e ndjekim vetëm pas pak. Tani, e shoh. Te kjo video ti thua shitet Halla për arsye intrige. shitet halla për arsye intrige. Bëjnë vetëm intriga në familje. Tani, në fakt shitet gjarpri apo jo? Shite gjarpri. Sa lek shitet ky gjarpri? Nuk e di, do të kontaktojmë faqen që i kam bërë. Të dy gjarprinj? Të dy. Okej. Po pse Të i dy lidhe pse i lidhe gjarpërinjt me hallat? Shiko, jam kryqëzuar shumë për këtë video, me të thënë drejtën. Tag, ke shkruajtur edhe tag hallën. Po. Sikur mos mjaftohesh. Në radh parë, faleminderit që më dha mundësia për ta sqaruar një herë mirë se jam kryqëzuar shumë fare dhe më pa mundësi për të kthyer gjithë komenteve, po i kthej një herë mirë. Asnjë gjë personale me hallat, sidomos me hallat e mia. I përshëndes me këtë rast dhe i du fort. Është thjesht një shaka që ndodh në Shqipëri me hallat, tezet, konatat, vjerrat. Tikson si intrigante, sikur merri fosse më parë familje. halla, se me hallën kam bërë dhe kong. Edhe thash, pse jo, ta bëjmë çik virale. U mërzit halla? Ti ke halla apo jo? Kam halla, kam 2 halla. Jo, e kupton humorin. Ja.
Tash mos kishin kriju kështu probleme, me gjëra Jo, më të jo, mërzit pa halla. para priva se I thash babait, unë I thash foli çik me halla se mos ta mërzitet. Do bëj video me gjarprin. Po, I E të thash mërshme. merr telefonin E të mërshme. Ça thoshin për komente, se jam kurioz shumë. Po si nuk të vje zor, edhe mami jote është hall. Edhe motra jote mund të jetë hall nëse mas nesër. Po gjitha komente 40 plus. Aha, po. Nga këto që janë vet halla. Po, që janë Pra, vetë halla. janë Pastaj indinjuar. moshatarët gjithë e kanë marrë me sportivitet me çesh, pse normalisht e kuptojnë humorin, e kuptojnë që është humor se Për sa kohë u shitën gjarprind? nuk e di, nuk e kam idenë, nuk e kam kontaktuar që ta pyes për sa kohë të shitën gjerpin. Aha. Thjesht I kam bërë reklam biznesit. Njëri në qaf, njëri në dorë. Hera parë që kishe kaq afër trupit gjarprin, Hera parë. çfarë ndjeve? Shikoj njerëzit thonë zakonisht që gjarpi është shumë I ftohtë, por nuk është se e kisha të ftohtësinë siç e egzagjerojnë njerëzit që është frigorifer, e kupta? Mendova që mund të kem fobi në çfarë mënyre, Po kur e kishe në qafç? po Patën në moment frikë? se kisha me jenë, thjesht kisha me jenë për të bërë video sa më virale dhe se kisha fare me jenë nga gjarprit me të thënë drejtën. I fokusuar te Nuk është se puna. ndjeva shumë atë frikën, se po ta ndjeja nuk është tur për ta pranuar që Pa. e kisha frikë. Mirë, nga shitja e hallave kalojmë tek shitja e makinave. Për sa shiten makinat zakonisht tek profili jot? Domethënë çfarë të thon klientët? Shiko, kjo varet në varësi të çmimit që ti vendos makinës. Nëse makina po supozot ka një çmim 10.000 euro, çmim tregu, nëse ti e vendos çmimin 14.000 euro ose 15.000 euro dhe interesi është I ulët, nuk ti Pa. bën njëri telefonit. Pastaj normalisht edhe audienca ka të bëj bën punën e vet. Domethënë varet sa Varet. Nëse ka një çmim okazion, edhe është përveç çmimit okazion do t'i dhe makinë tregu, ë. Cilat janë makinat që shiten zakonisht më shpejt? Pra që Makinat familjare, ecin. Tiguan, Tiguanët në përgjithësi. Vërtet? Hyundai Tucson po, Hyundai Tucson. Pastaj janë dhe makinat e çunave të rinj, Golfat 7, A3-shat, A4-at, A5-at, A6-at. Janë makina tregu që shiten shpejt ka kërkesa. Të lodhen ndonjëherë të ngatorrojnë, pra mendojnë që je ti ai që e shet makinën dhe thon ty, "O Elti, sa bën kjo makina dha ose pra e kuptojnë që ti je thjesht publikues I njoftimit dhe aty poshtë është numri Shiko, I pronarit makinës? unë bëj postimin aty, vendos dhe çmimin në preview direkte dhe pyesin, "Përshëndetje, sa kushton vlla?" Edhe kur e vendos mirë. Po, edhe kur e vendos. Shkojnë ty. Kështu që për punë gatrimi nuk do mend që mi bin dhe mund telefon, orar para. E fik telefonin natën? Nuk e fik telefonin në natë se njerëzit mund të kenë dhe halle, mund përplasen ke çipa garazhit. Po që ndodh të ngatrohet. Ndodh. Dgjoj, e di për çfarë jam kurioz tjetër unë, ka ndodhur që gocat të bëjnë sikur kanë një makinë për të shitur, por në fakt nuk është se kanë interesin në makinë, por kanë interesin tek ty, pra kanë përdorur këtë si alibi për të ardhur drejt teje dhe për të flirtuar me ty. Ndodh. Ka ndodhur. Si ka ardhur? Më tregon një histori konkrete. Ka kontaktuar si fillim telefon. Më ka thonë, kam një, se zakonisht femrat Range Rover, po e kanë kështu. Tipike. Po, tipike. Aha. Sa mund ta shesim këtë, si mund ta shesim, si që shtekja, po e ka shku kaq, po sikur ta nxjerrim kaq, edhe unë jap ato sugjerimet e mia Po, di thua hajde puna. Si ish tregtar makinash, I them, mendoj ta shesim kaq, hajde ka puna kalo. Pyetja e fundit pastaj, djali e I martuar. Ta thonë edhe këtë, ëh? Ti çe thua? Unë I them jam I dashuruar. Po kjo I step? S'është problem. Se kam problem, ëh? 2026 burr. Emancipim. Garazhi jot përdoret vetëm për të shit makinat? Sa për çfarë do të përdoret tjetër? Gjarpërin, ku diun. Edhe reglami I biznesit dhe shitje makinash. Interesante shumë. Më trego situatën më fani me ngatrimin e telefonatave ose nuk e di një gjë që ndodh shpesh aty në punë. Sapo kisha bërë një postim për këtë motorin. Çfarë motori është ky? ADV Nëse e para se ka kishin nxjerrur këtë njoftimin. Edhe ishte çmim okazion, normalisht ku ka okazione, telefonat janë të shumta. Okej. A kishin marrë të djalin shumë vetë në telefon gjatë ditës. Ka ora 1:30. Sa kisha nxjerr shitur unë këtë. Nga ora 1:30, po ishte edhe numri.
i numri i klientit aty, përveç se kisha nxjerr shitur ishte edhe numri. Ora 1:30 natës merr në telefon, vlla si e ke akoma këtë motorin? Thashë vlla shmyll loteria se shora 2 natës apo nesër. Në 2 natës kërkonte. Po kjo me zjarr, po kjo me zjarr çash shkruan aty? Aty shkruan 1000 followers të parë në TikTok. Ah, në TikTok. Pa, unë mundohem të jem sa më organik. Ti kem followersat real, domethënë, jo me i rritë, me i ble. Kanë qenë 1000 followersat e parë, ishte mu i parë, bosha videot poshurës. E thash të krijoj një video kreative. E hodha në Instagram, e hodha në TikTok, po TikTok më fshiu se më kapi si rrezik. Po dangerous content. Dangerous, po. Dgjoj, kam pyetje që do të bëj tani, është shumë shumë interesante dhe dua të jesh i vëmendshëm dhe të japësh një e kam vëmendjen tuaj çuna? Faleminderit. Dua të jesh preciz në atë që do më thuash. Cilët janë top 3 shitësit më të mirë të makinave në Shqipëri online? Shiko, nëse do flasim për review makinash në detaj, unë kam kohë që ndjek djalin në fjalë, është Alkarsi. Afrimi. E jam pasur në është numri 1 dhe nuk ka tjetër si ai. Në detaj, kur them detaj, në detaj. Tym dhe në shasit makinës. Pastaj për prezantimet e shitje, dihet që është Flori oficial. Sildi që është Ndurrës, edhe Çipa Garazhi. Pra, ju jeni top 3 shitësit më të mirë, le të themi, pra ato që bëjnë publikime më të mira online në internet. Kam shumë pyetje të tjera, shumë kuriozitete për të sqaruar me ty, se jo vetëm ti bën reklama, shkojmë në një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shpejt në Live from Tirana. Sa thotë ai ndryshin në TikTok? Çipa Garazh. Mirë se keni ardhur në Çipa Garazh. Do hap dhe unë një garazh, si mund t'ja vija emrin Sharka Garazh. Po, nuk di. Do të dhe peshkaqen aty. Po, fiks. Peshkaqeni garazh. Thuaj kreativ. Je kreativ për zotin, je. Dgjoj, jam shumë kurioz, cila është makina më e shtrenjtë që është shitur në garazhin tënd? Makina shqipove. Nga klasi. Shqipove, shqiptarve. Shqipove, G-Class. Sa ishte vlera G-Classit? Ishte 170 me cash, ai u shit diku 100.000 cash dhe vlera tjetër makina të tjera të vogla. Clearing. Po. Për sa kohë? 10 ditëve diçka tjetër. Brand ditëve, po mirë goxha, me një vlerë aq të madhe se nuk është se G-Class tani po blen. Po, jo çdo kush ka aq shumë lek cash. Patjetërisht, do ishte mirë të kishin më shumë aq lek. Do të fitosh Big Brother që ta blesh. Do e fitoj ti Big Brother? Po të gjo, do të pyes pak më vonë për Big Brother, se kam disa pyetje që dua të shkoj aty. Jam kurioz të di, ose më saktë kam një pyetësor të shpejtë tani për ty. Edhe dua të më japësh përgjigje, po kujdes, se ato të TikTokut pastaj janë të pamëshirshëm. Kështu që vetëm mos jep përgjigje të gabuara. Atëherë, Eldi Çiba ose Çiba Garazh, pyetësori i shpejtë është ky. Më mirë, një Benz, Audi apo BMW? Zgjidh një prej këtyre. Audi. Koreane apo gjermane? Do kryqëzohemi çik për këtë përgjigje. Koreane. Benzin apo naft? Naft. Elektrike apo me lëndë djegëse? Lëndë djegëse. Më mirë një makinë me 0 kilometër apo me disa kilometër? 0. Do e shpjegojmë pak më vonë të gjitha këto përgjigje se nuk e kuptojnë të gjithë. Okay. Manuale apo automatike? Apo automat? Nëse do të ndjesh atë adrenalinën e makinës, manuale. Nëse do për trafikun e Tiranës, po se automatike. Okej. Rolls-Royce apo Bentley? Rolls. Porsche apo Lamborghini Urus? Porsche. Makinë e bardhë apo e zezë? Qofse do me pa lavazhin për ditë me taku atë lavazherin, merret zezë. Qofse s'do me taku të bardhë. Forestrat apo vetur? Nuk di të them një përgjigje, unë jam ke Forestrada. Te Forestrada. Okej, interesante shumë. Tani do më sqarosh pak arsyet pse, pra fjala bie pse Audi dhe jo Benz. Do mërzisë shumë çuna shqiptarë, se ka shumë çuna shqiptarë që nuk është se jam kundra Benzit, thjesht jam fan se Audit për shkak të
sigurisë që kanë rrugë, sistemit Quattro. Kemi edhe benzin 4matik, po benzi është 80/20, ndërsa Quattro është 100% ka të katërta gomat aktive, gjë që bët pa lëvizshme në rrugë. Shumë terrene të vështira, për shembull, shi, bor, pressure. Pse koreane dhe jo gjermane? Duke marrë parasysh faktin që unë jam marrë me tregti makinash, edhe i kam pa makinat e Koreas, i kam pa të Koreas dhe Gjermanisë. Makinat e Koreas përgjithësi janë shumë të pastër. Normalisht dhe ande kanë veturina, dhe në Kore kanë veturina. Po pse i shajnë kaq shumë makinat e Koreas? Po nuk e di pse ka dalë ai varianti tash që është makinë koreane, makinë kineze. Ndërkohë është e njëjta shasi, i njëjti motor, një lloj si makinat e Europës. Prodhohen në Gjermani, çohen në Kore. Siç prodhohen në Gjermani dhe sillen në Shqipëri. Kur e marrim Shqipëri neve, nuk kthehemi makinë shqiptare. Po. Pse makinë me lëndë djegëse dhe jo elektrike, sepse elektriket janë shtuar shumë kohë të fundit në Shqipëri. Nuk kam ndonjë gjë kundra me makinat elektrike, thjesht mendoj që në radh parë nuk kemi infrastrukturën për makina elektrike. Është ende herët po. Po. Dhe e dyta, për mua si elt, jam ke lënda djegëse se du të ndjej atë, du ta ndjej makinën valla. Energjinë e makinës. Kur t'jap gaz ta ngjej zhurmën e motorit. Qartë, interesante. Jo sigur janë fik dritat. Po, fiks. Dhe ishte shumë interesante kjo pjesa që makina e zezë shkon çdo ditë në lavazh. Njerëzit mendojnë që e zeza, siç janë rrobat, pra, që të mbron defektet, nuk është e njëjta gjë tek makina. Pra, tek makina e zezë duket më shumë pislliku direkt tek e zeza. E tmerrshme në fakt kur e mendon. Mirë, sa njoftime makinash ke për të bërë sot që ne po flasim? Për shembull, ora është 11:42. Kam për të bëj një biznes. Okej. Ti bën dhe njoftime të ndryshme, Po. Çat kesh tu edhe kufit për dorë të shes. Jo, kufjet na duhen. Kemi sa tjera po janë prishura, kështu që s'besoj se hyn kujt në punë. Okej. Po gjithsesi mund edhe të shiten për shkak se mund të thuash që kanë përdorur filan moderator, fistek moderator. Po, nxjerrim nën kan. Ke sa njoftime the sot? Ke përçitur? Sot kam 3. Kam një biznes dhe 2 makina. Një biznes dhe 2 makina. Çfarë makinash? Është një A6 2016-s, është edhe një A3. E ke menduar si do i bësh virale? Thash dalin spontanisht. Të krijon aty për aty. Overthink shumë. Qartë, interesante shumë. Kam edhe një pyetësor tjetër. Edhe ky është flash. Nëse do t'i shisje makina banorëve të Big Brother VIP, cila makinë do i shkonte secilit prej tyre? Nëse do i shisje një makinë Selin, çfarë makina do i shkonte Selin? Selini do të shkonte një 10 sekonda kohë. Mendoj që do të shkonte një Audi A7. A7. Unë personalisht Selin e shoh në një forestratë të lartë, Urus. A7 kështu, vetur? Pa vetur. Okej. Çfarë makine do i shisje Brikenës? Shpejt. Rolls Royce. Çfarë makine do i shisje Mateos? Gële, kupe. Çfarë makine do i shisje Mirit? Miri do të shisja Mini Cooper. Çfarë makine do i shisje Kristi Lamaj? Kristi do të shisja në një makinë soft, ku dëgjon në një makinë soft. Jo, në një makinë elektrike. Po, që s'tjetë barë. Edhe me një logo vajame aty të këtyre. Çfarë makine do t'i shisje Malit? Mali është? Malit G-Class? Jo. Duke qenë se Kosova është apasionuar mas BMW, do t'i shisja BMW. Çfarë do lloj modeli? Çfarë makine do t'i shisje Lornës? Lorna më duket shumë pak si natch, do i shisje një makinë kështu kupe. Çfarë do makinë kupe? Se di në Audi TT. Audi TT. TT, po. Qartë, interesante shumë. Çfarë makine do i shisje Gimbos? GLC.
GLC. Çfarë makine do t'i shisje Artanit? Janë këto autobusa, që e ke parasysh ato si quhen ato? Do të shisja makinën e Mr. Beanit. Makinën e Mr. Beanit. Pse? Po se di, duket që si makinë antike, edhe im duket si antike. Okej, interesante shumë. Çfarë makine do i shisje Juelës? Juelës. Apesa. Apesa. Çfarë makine do i shisje Rogertit? Rogerin të leshën atë bus. Pse? Ha? Pse? Dhe shisje asgjë? Skip. Okej, mirë. Unë po thuj se një gjë s'më sqarove. Dhe këtë nuk ikën dot nga studio pa ma sqaruar. Ju që bëni këtë punën, pra që reklamoni makina online, përmendi gjithmonë kameramanin. Kameramano. Çfarë është ky kameramani? Pra ky rri gjithë ditën me ju? Kameramani është shoku im i ngurë që më bë videot. Okej. E përshëndes me këtë rast. Ai përshëndesim. Është një nga supportuesit më të Si e mëdhenj. ka emrin? Lanti. Lanti. E përshëndesim Lanti. Karaj nga Peza. Aha. Edhe është shoku im i ngurë, ndërkohë në gjithçka pra që po. Interesant. Po. Mirë, okay, bukur. Po pse s'ia thua emrin ti kur e thua ti, po thua kameramani? Po nuk e di, nuk do të promovohet, nuk e kam e qef. Qartë, okay. Sa e kam tentuar 2 herë, po. S'kam qef thot. Bukur, ndërkohë Elti, falenderoj shumë që ishin në program. Ju falenderoj juve. Nuk e di nëse të kam mbetur. Një herë mirë Muhametin e Hallave. Hallas, kryesisht. Të Halla përshëndesim gjithë hallat me qira fjala. Përshëndesim. Janë shumë të mira, jo të gjitha. Jo të gjitha. Se di, në hallat e mia i kam shumë të mira. Tash jo të gjitha, edhe unë shumë të mira i kam të doli shokun, po të del shokun transmetime pe. Jo se pash. Na fuset edhe një herë. Ja, shef, po të bëm video. Bravo. Për Instagram, kameraman pra, çfarë do më? Tipik kameraman. Okej, në gjë të fundit që le pa thënë apo do ta thuash në mbyllje të programit? Ta them? Po varet çfarë është. Kush e vit Big Brotherin? Nuk e di. Tim Stenaldo. Ti je Tim Stenaldo. Pse? Shumë i mpreft, shumë i zgjuar. Do doja ta fitonte Stenaldo? Si? Do doja ta fitonte Stenaldo? Po. E kanë shprehur shumë në fakt Elvana Gjata, Vesa Lumën po shihja dje që kishte bërë një story shumë të gjatë për Stenaldon. Pra, shumë personazhe publik kanë dalë me idenë për ta fituar Stenaldon dhe shanset pse jo i ka, në fund ditës publiku e pëlqen. Në çdo fjalë që nxjerr nga goja ka të saktë. Është inteligjent. Analiza ime, po. Stenaldo ka punuar në Top Radio, nëse nuk e di si informacion, ka bërë një emision shumë interesant, kur të mbarojmë programin mund të ndihmojnë me informacione kolegët e mi dhe ka qenë një gjeni, më thon, hapte laptopin, bën të kërkimin atë gjën e vet, patjetër ato kanë studiuar në shkollat ku duhet të studiojnë edhe bën të kërkime të frikshme dhe nxirrte skaleta për programin që bënte dhe realisht ai ideal për mua meriton një dokumentar për gjithë jetën e tij. Faleminderit shumë që ishin në program. Faleminderit juve dhe nëse keni makinë për çit. Uroj të direkt do vitet ty. Po do marrësh së shpejt, se çfarë makinë ke ti? Golf 1. Të falenderoj shumë që ishin në Live from Tirana. Të uroj shumë suksese edhe faleminderit juve. Okej, këtu përfundon Live from Tirana për ditën e sotme, por dhe për këtë javë. Ritakimi jonë i radhës do të jetë të hënën. Deri atëherë, unë ju uroj të gjithëve një fundjavë të bukur dhe fundjava më bukur kalo duke dëgjuar gjithmonë Top Albania Radio.